Nderuar ambasadori i Republikës së Shqipërisë, zoti Petrit Malaj, të nderuar përfaqësues të institucioneve, të nderuar pjesëmarrës, zonja dhe zotrinj. Mirë se vini në këtë aktivitet përkujtimor dhe kulturor të organizuar në kompleksin e lidhjes shqiptare të Prizrenit, në nderim të një prej ngjarjeve më të rëndësishme të historisë sonë kombëtare. Institucionet e Republikës së Kosovës kanë organizuar një mori aktivitetesh në shënimin e 148 vjetorit të themelimit të lidhjes shqiptare të Prizrenit, ngjarjes që shënon organizimin e parë politik dhe kombëtar të shqiptarëve për mbrojtjen e trojeve, të drejtave dhe identitetit të tyre. Tani ftojmë kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotri Albin Kurti, për fjalën e tij. I nderuari nënkryetari i Kuvendit të Republikës Kosovës, zotri Ardian Gola, të nderuar kryetar të komunave tona, i Prizrenit Shaqir Totaj, i Prishtinës përparim Roma, e Preshevës Ardita Sinani, Tetovës Bilal Kasami, Bujanovcit Arber Pajaziti, i nderuari zëvendës komandant i Forcës Sigurisë Kosovës, General Enver Sikaçi, i nderuari ambasador i Republikës së Shqipërisë në Kosovë, zotri Petrit Malaj, e nderuara zonja Emilia Regjepi, kryetare e Partisë Bosnjake NDS, e nderuara zëvendës ministre e Kulturës dhe Turizmit Nora Arapi Krasniqi, i nderuari kryetar i Këshillit Kombëtar Shqiptar nga Lugina Enkel Regjepi dhe deputet Shaib Kamberi, të nderuar ushtarak, oficer të ushtrisë sonë, i nderuari zotri Durim Abdullahu, autor dhe kurator i ekspozitës së re të Muzeut të Lidhjes së Prizrenit, i nderuari zotri Parim Kosova, drejtor i kompleksit monumental të lidhjes shqiptare të Prizrenit, i nderuari zotri Samir Hoxha, drejtor i qendrës rajonale për trashëgimi kulturore në Prizren, të nderuar përfaqësues të komuniteteve fetare, të nderuar përfaqësues të korit diplomatik, të dashur qytetar të Prizrenit, të nderuar pranishëm, zonja dhe zotrej, motra dhe vëllezër, mirë se po takohemi në kompleksin e lidhjes këtu në Prizren, në 148 vjetorin e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Ky shesh i lidhjes ku jemi mbledhur ne sot, jo thjesht si hapësirë, por si log kuvendi, është edhe vendi më përbashkues për të gjitha trevat dhe shqiptarët. Nga Mitrovica e Prishtina, deri në Vlorë e Sarand, nga Shkodra e Tirana, deri në Preshev e në Shkup. E më lejoni që me këtë rast të përshëndes edhe ata që kanë ardhur nga Ulqini, si veprimtari Mehmet Bardhi, apo ata të cilët kanë ardhur nga Sanxhaku. Kjo sepse e këtill ishte gjeografia e shtrirjes dhe veprimtarisë së lidhjes, dhe sepse këtill ka mbetur edhe shtrirja e shpirtit të kombit shqiptar. E teksa unë po vija rrugës këtu në Prizren, po mendoja se sa vendimtare është trashëgimia politike që na e kanë lënë për arsit tonë dhe sa rëndësishme është shtresa politike që brezi ynë e lë pas në atë trashëgimi për brezat e ardhshëm që vijnë pas nesh. Ja ta zëm, edhe unë sot erdha nga Vjena, nga kryeqyteti austriak dhe një nga kryeqytetet shekullore të politikë bërjes në Evropë. Atje si kryeministri i Republikës së Kosovës, u mirëprita dhe zhvillova takim me homologun tim, kancelarin e Austrisë, një prej shteteve kryesore të Bashkimit Evropian dhe një nga shtetet që më së hershme ka mbështetur Kosovën. E rrugës kthimit
merr dhe ndërmend se si në kohën e lidhjes para gati një shekulli e gjysmë, në pranverën e vitit 1979, dy lider të asaj kohe, Abdul Frashi dhe Mehmet Ali Vrioni, zhvilluan një tur diplomatik në për qendrat e kancelarive evropiane, gjatë të cilit ndaluan edhe në Vjenë për të përçuar qëndrimet dhe idetë politike të shqiptarëve përmes memorandumesh dhe mesazhesh. Atë kohë, sigurisht që ata nuk mund ta kenë imagjinuar që një shekull e gjysmë më pas, ai që në kohën e lidhjes ishte vilajeti i Kosovës, tash do të ishte Republika e Kosovës, dhe që kryeministri i saj do të takohej me kryeministrin e Austrisë si përfaqësues qeverish të dy shteteve demokratike, partnere, mike dhe aleate. Republika e Kosovës sot është parafërsisht për nga territori 1/3 e hapësirës që kishte vilajeti i Kosovës atë botë, por edhe Republika e Austrisë ishte veçse shumë fish më e vogël se sa perandoria austro-hungareze që ishte në atë kohë. E pikrisht këtu nga historia si një thesar i pashtershëm, por që shërben për të mësuar e për të ecur përpara, qëndron edhe një nga pasuritë tona më të mëdha që na kanë lënë rilindasit tonë, rilindasit asaj kohe, si Abdul Frashi me brezin e tij, me qenë se lidhja shqiptare e Prizrenit është organizata e parë politike dhe ushtarake, e cila udhëz shqiptarëve në arenën politike ndërkombëtare. Deri atëherë, çdo qëndrim politik i shqiptarëve mund të dilte në sferën ndërkombëtare vetëm pasi të kishte kaluar nëpër Stamboll, te porta e lartë si qendër e perandorisë osmane. Lidhja shqiptare i dha ekzistencë dhe jehon dhe e trupëzoi institucionalisht qenjen politike shqiptare duke patur për adresë Prizrenin dhe saktësisht këtë kompleks godinash ku ishte vendosur administrata e lidhjes dhe më pas qeveria e përkohshme e dalë prej saj. Rrjedhimisht çdo 10 qershor, sikurse edhe sot, duhet të bëhemi bashkë në Prizren, që të gjithë në nderim dhe kujtim të lidhjes shqiptare dhe të idealeve të rilindjes kombëtare, ku janë rrënjët më të shëndosha të ideve politike të shqiptarëve. Duke e mirëmbajtur traditën e shënimit të përvjetorëve të lidhjes shqiptarëve me referenca ndaj historisë së saj, ne e mbajmë lidhjen gjallë duke i përforcuar urat përmes të cilave idetë e lidhjes përcjellen nga një brez në tjetër. Me qëllim të fuqizimit të kësaj tradite dhe kultivimit të saj, qeveria e Kosovës po investon në kompleksin monumental të lidhjes shqiptare të Prizrenit, në infrastrukturën e këtij kompleksi dhe në rikonceptimin e ekspozitës së muzeut të lidhjes. Andaj sot do të kemi kënaqësinë ta shohim prezantimin e projektit ideor të konceptit të ekspozitës së re të muzeut të lidhjes, për të cilën uroj dhe shpresoj që Ministria e Kulturës do të kujdeset të realizohet më së largu gjatë 2 viteve të ardhshme, ashtu që me 10 qershor 2028, në 150 vjetorin e lidhjes, ky kompleks të jetë i përtrirë dhe funksional me një muze më modern, prej të cilit do të mund të njihemi më plotësisht me historinë e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Dhe në këtë mënyrë të japim një kontribut të veçantë për të gjithë studiuesit e studentët vendor, por edhe ata të huaj, si për Universitetin e Prishtinës, po ashtu edhe për Universitetin e Prizrenit Ukshin Hoti, me që rast përshëndes rektorin i cili është i pranishëm sot këtu, mentor Alishoni. Brezi ynë dhe brezat e ardhshëm të nderuar pranishëm e kanë hartën e rrugës dhe pishtarin ndriçues pikërisht duke u lidhur fuqishëm me seriozitet dhe sinqeritet me idetë e lidhjes shqiptare dhe me idealet e rilindjes kombëtare. Prandaj le ta mbajmë lidhjen gjallë duke e rilezuar atë përmes rikthimit, duke përparuar
për ne përmes angazhimit. Gëzuar ky përvjetor i lidhjes me urimet për të forcuar lidhjet tona kombëtare, politike, kulturore, shoqërore dhe ekonomike me frymën e lidhjes. Ju falenderoj. Ju falenderoj shumë i nderuari zotri kryeministër. Ftojmë kryetarin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, zotrin Ardi Angola, për një fjalë rasti. Nderuari kryeministër Kurti, ambasador Malaj, kryetar të komunave Prizren, Prishtinë, Tetov, Preshev, General Cikaci, rektori Alishani, kryeimami Varan Efendi Ibrahimi, përfaqësues institucionesh publike dhe fetare, vëllezër dhe motra nga të gjitha trojet shqiptare. Prizreni na ofron mundësinë e rrallë për të parë krah për krah dy dimensione themelore të identitetit ton historik. Vetdijen kombëtare dhe hapjen ndaj tjetrit. Këtu është ngolitur në këtë vend pra vertikalja politike e përgjegjësisë ndaj fatit të kombit, por në të njëjtin vend është kultivuar edhe horizonti etik i bashkëjetesës, ai mirëbesimi i pashkruar që e bën dallimin kulturor jo pengesë, por avantazh në njohjen reciproke dhe mundësi për një jetë plurale, fetarisht, etnikisht e kombëtarisht. Mbase në këtë ndërthurje të veçantë ndërmjet vetdijes kombëtare dhe pluralitetit kulturor, etnik e fetar, duhet kërkuar edhe domethënia e thellë e lidhjes së Prizrenit. Sot në 148 vjetorin e saj, kujtojmë ndërim burrat dhe gratë e linjës kombëtare, të cilët në një kohë sfidash të mëdha gjeopolitike vendosën të marrin në duart e tyre fatin e kombit shqiptar. Pas përgjigjes që rilindas i dhanë në pyetjen themelore kush jemi ne, lidhja e Prizrenit ju përgjigj pyetjes çfarë mund të bëjmë ne. Kombi shqiptar, tashmë i konsoliduar historikisht e kulturalisht e madje edhe i artikuluar intelektualisht, u shfaq edhe si veprim i organizuar politik. Me fjalë të tjera, lidhja e Prizrenit ishte shprehja politike e projektit intelektual të rilindjes kombëtare. Ajo ishte një ngjarje edhe në kuptimin që filozofi i mirënjohur francez Alain Badiou i jep të kësaj fjale, pra fjalës ngjarje, sepse me këtë ngjarje u ça rrjedha e inercionit historik dhe u krijuan mundësi për të vërteta të reja politike. Me këtë ngjarje u bë e mendueshme një ardhme e re politike për shqiptarët, duke kërkuar të bëheshin autor e jo spektator të historisë së tyre. Nga një popull që rrezikonte të trajtohej si objekt i pazareve diplomatike e geopolitike, shqiptarët vendosën të bëhen subjekt i fatit të tyre politik e historik. Folur me gjuhën e Hegelit, me lidhjen e Prizrenit, shqiptarët shfaqin një shkallë të re të vetdijes për lirinë. Sigurisht lidhja e Prizrenit nuk lindi në zbasti, ajo ishte rezultat i një historie shumë të gjatë. Rilindasit tonë nuk e shpikën kombin shqiptar. Ata e artikuluan atë në gjuhën politike të kohës së tyre. E shndruan një përkatësi historike e kulturore të ruajtur ndër breza në një vetdije politike moderne. Idetë sa do të fuqishme nuk e ndryshojnë historinë për sa kohë që mbeten vetëm ide. Ato kanë nevojë për organizim, për institucion dhe veprim kolektiv. Pikërisht këtu qëndron rëndësia e lidhjes së Prizrenit. Kjo lidhje vazhdon të mbetet trashëgimi e bujshme politike e vlerore, por më lejoni të theksoj një vlerë, me të cilën edhe sot e kësaj kohe, si këmbë mund të krenohemi globalisht. Edhe në kushtet të kërcënimit ekzistencial. Kjo lëvizje, kjo lidhje nuk e ndërtoi kauzën kombëtare mbi mohimin e të drejtës së tjetrit për të ekzistuar. Ndonse prej dekadash në rajon çarkullonin projekte e programe për shfarosje, dëmbim, eliminim të popujve të ndryshëm, lidhja e Prizrenit nuk doli asnjëherë me projekte të tilla.
Pra vetdia kombëtare asnjëherë nuk është përkthyer në përjashtim dhe mbrojtja vetvetes asnjëherë nuk është kurzuar me mohimin e dinjitetit të tjetrit. Mirë po, të dashur të pranishëm, përvjetorët kanë kuptim vetëm nëse na ndihmojnë të lexojmë më mirë kohën në të cilën jetojmë. Kujtesa historike nuk është ushtrim nostalgjie, ajo ka vlerë vetëm nëse shndrohet në busull për të tashmen. Prandaj, nëse e shikojmë lidhjen e Prizrenit në kontekstin e saj historik, vërejmë se ajo lindi në një kohë të thellë pasigurisht gjeopolitike. Prandaj Osmani po dobësohej, fuqitë të mëdha po riformatonin Ballkanin sipas interesave të tyre strategjike. Në Kongresin e Berlinit, shqiptarët rrezikonin të mbeteshin objekt i pazareve diplomatike dhe territorët e tyre ndashin pa praninë e zërit të tyre politik. Pikërisht në këtë moment u krijua lidhja e Prizrenit si përpjekje që shqiptarët të marrin në dorë fatin e tyre politik. Edhe sot jetojmë ngjashëm në një kohë pasigurisë gjeopolitike. Luftrat në Ukrainë dhe në lindjen e mesme dëshmojnë se rendi ndërkombëtar po kalon nëpër një periudhë të re paqëndrueshmërie. Në të njëjtën kohë, Ballkani vazhdon të mbetet një hapësirë e brisht me potencial trazirash të ushqyera nga çështja destruktive e Serbisë, sidomos nga Republika e Kosovës. Megjithatë, ndryshe nga viti 1878, sot ne kemi shtetin ton, kemi sovranitetin ton dhe aleanca të qarta strategjike. Partneriteti me Perëndimin, veçanërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe orientimi ynë i qartë euroatlantik, përmbajnë garancinë më të fortë për sigurinë dhe zhvillimin tonë. Në 78-ën, sfida ishte që shqiptarët të mbeteshin objekt i historisë. Në vitin 2026, sfida është që Republika e Kosovës të mos mbetet objekt i gjeopolitikës. Atëherë përgjigjja ishte lidhja e Prizrenit, sot përgjigjja duhet të jetë një shtet edhe më i fortë, unitet mbar kombëtar, një demokraci më e konsoliduar dhe një shoqëri e bashkuar rreth idealeve të lirisë, barazisë dhe përgjegjësisë ndaj së ardhmes. Sot ne vazhdojmë të jehojmë në bashkohësi zërin drejtlindas të lidhjes, ani pse jo rallëherë ende të lënë para dyreve. E kemi pahtësuar ekzistencën tonë të pashbëshme, ndonse vazhdimisht të sfiduar e të sabotuar. Kemi trasuar vijat e asaj që duhet mbrojtur sa herë që kërkojnë rrethanat dhe nevojat e kohës, me të njëjtin ideal, por në kushte të ndryshme. Lidhjen e Prizrenit nuk duhet trajtuar si nostalgji politike për të kaluarën, por duhet mbajtur gjallë si ideal dhe burim të përgjegjësisë për të tashmen dhe të ardhmen. Ju falenderoj shumë. Ju falenderit, zotri Gola. Në vjen për një fjalë rasti, ftojmë edhe kryetarin e komunës të Prizrenit, zotrin Shaqir Todaj. I nderuar i kryeministër dhe tyr, zoti Kurti, i nderuar kryetari i kryeqytetit, miku im zoti Rama, i nderuar zoti ambasador, miku im zoti Malaj, të nderuar përfaqësues të institucioneve, të nderuar mysafir, të dashur qytetarë. Sot në këtë qytet që historia zgjodhi për të folur në emër të kombit shqiptar, përkujtojmë 148 vjetorin e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Por për vjetorët nuk janë të rëndësishëm vetëm sepse na kujtojnë një datë. Ata janë të rëndësishëm sepse na detyrojnë të ndalemi për një çast dhe të pyesim veten. Çfarë kemi mësuar nga ata që ishin para nesh dhe çfarë po lëm atyre që do të vinë pas nesh. Në vitin 1878, burrat e lidhjes nuk e dinin se si do të dukej ardhmja. Nuk kishin garanci për sukses. Nuk kishin siguri se përpjekjet e tyre do të shpërbleheshin. Por kishin diçka që shpesh mungon edhe në kohën moderne. Kishin guximin të mendojnë për brezat që ende nuk kishin lindur. Ndoshta ky është mësimi më i madh që na jep lidhja shqiptare e Prizrenit. Ajo nuk ishte vetëm një reagim të rrethanave të kohës. Ishte një akt besimi në të ardhmen. Ishte vendimi i një brezi që të mos jetonte vetëm për veten, por edhe për ata që do të vinin pas. Sot,
pas 148 vitesh, sfidat tona janë pothuajse të njëjta. Ne përballemi me të njëjtat rreziqe që përballuan ata, po përballemi me pyetje po aq të rëndësishme. Apo ndërtojmë institucione që zgjasin më shumë se mandatet tona. Apo edukojmë breza që e njohin historinë, po nuk mbesin pengë saj. Apo krijojmë mundësi që të rinjtë të shohin të armën e tyre këtu në vendin e tyre. Apo e përdorim lirin që trashëguam për të ndërtuar një shoqëri më të drejtë, më të zhvilluar dhe më njerëzore. Këto janë pyetjet që e mbajnë gjallë frymën e lidhjes së Prizrenit. Sepse lidhja nuk jeton vetëm në libra, dokumente apo muze. Ajo jeton në mënyrën se si ne vendosemi të sillemi ndaj njëri tjetrit. Jeton në përgjegjësinë që tregojmë ndaj komunitetit tonë. Jeton në aftësinë tonë për të bashkëpunuar dhe kur kemi dallime. Jeton në vendosmërinë për të ndërtuar e jo vetëm për të kritikuar. Në një kohë kur bota ndryshon me shpejtësi të jashtëzakonshme, kur teknologjia po transformon mënyrën se si jetojmë dhe punojmë, një gjë mbetet e pandryshueshme. Asnjë shoqëri nuk mund të ecë përpara pa identitet, pa vlera dhe pa një qëllim të përbashkët. Pikërisht këtu qëndron aktualiteti i lidhjes shqiptare të Prizrenit. Ajo na kujton se përparimi nuk matet vetëm me atë që ndërtojmë me duart tona, por atë që ndërtojmë me vetdijen tonë. Se zhvillimi nuk është vetëm çështje infrastrukturore, por edhe çështje karakteri. Dhe se forca e një kombi nuk buron vetëm nga pasuria e tij, por edhe nga aftësia për të ruajtur unitetin, dinjitetin dhe besimin tek vetvetja. Prandaj sot, nderimi më i mirë që mund t'i bëjmë lidhjes shqiptare të Prizrenit nuk është vetëm kujtesa. Është përgjegjësia për të ndërtuar një Prizren dhe një Kosovë që frymëzon, një Kosovë që zhvillohet. Dhe një të ardhme ku brezat që vinë pas nesh do të mund të thonë se ne ishim të denjë për trashëgimin që morëm. Le të mos jemi vetëm ruajtës të historisë sonë. Le të jemi vazhdues të saj. Urime 148 vjetori i lidhjes shqiptare të Prizrenit, lavdi burrave dhe grave që mbajtën gjallë idealin kombëtar, dhe qoftë gjithmonë i bekuar Prizreni dhe Kosova, Prizreni, qyteti ku historia u shndrua në vizion për të ardhmen. Ju falenderoj për vëmendjen. Faleminderit shumë zoti Totaj. Tani për prezantuar koncept ekspozitën e re të Muzeut të Lidhjes së Prizrenit, e ftoj autorin dhe kuratorin e këtij koncepti, historianin Durim Abdullau nga Universiteti i Prishtinës. Ndëruar kryeministër i Republikës Kosovës, zotëri Albin Kurti, ndëruar nënkryetar i Kuvendit të Kosovës, zotëri Erdan Gola, të ndëruar kryetarë të komunave i komunës së Prizrenit, zotëri Shashir Totaj të Prishtinës, zotëri Përbari Rama, krejt institucionet, ambasador Malaj, zëvendës komandant i Forcës së Sigurisë të Kosovës, general Enver Cikashi. Unë do të prezantoj sot një video 11 minutëshe, ku është përmbledhur një punë 2 vjeçare e një ekipi të madh. Kjo punë më nga rëndësi se mund ta prezantoj, por në fakt provasoj që ndron një punë e një ekipi të tërë, që është puna në radhë parë e operatorit ekonomik, gjithsesi e studios projektuese GM Architecture, në bashkëpunim me kolegët nga qendra rajonale për trashëgimi kulturore këtu në Prizren, drejtuar nga Samir Hoxha, si edhe nga kompleksi monumental i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, drejtuar nga zotëri Parim Kosova, të cilët të falenderoj për bashkëpunimin e tyre të ngushtë koordinuar nëpërmjet Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit. Lidhja Shqiptare e Prizrenit është organizata më e rëndësishme dhe kulminante në historinë e konformimit dhe të shtetformimit shqiptar. Ajo nuk është fillimi, por është një nga majat e një historie e cila nis më pakta në fillim të shekullit të 19. Sa që kemi vizitu kompleksin e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit dhe kemi pa ekspozitën aktuale, kemi pas mundësi të reflektojmë për këtë histori, por fatmirësisht në vitet e fundit qeveria e Republikës Kosovës
ka bërë këtë investim shumë të rëndësishëm në këtë kompleks, me idenë që ta shndrojë atë në një kompleks shumë modern dhe më funksional, duke ruajtur të gjitha kategoritë e trashëgimisë kulturore që bart kjo zonë e mbrojtur dhe në përpjekje për të ngritur në një nivel tjetër Muzeun e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. Video që do të shohim është gjatë 11 minuta dhe unë do të përpiqem ta komentoj dhe ta shpjegoj në përmbajtjen e saj.